Institucionet vazhdojnë me përdorimin e gabuar të Shqipes MPB me plot gabime në përkthim. LSDM dhe Levica reagojnë për shtrejtimin e energjisë. Filip që ngre alarmin thot se pensionistët janë në rrezik, fondi është bosh. Ka nisur në Shkup rënimi objekteve të ndërtuara pa leje. Kryetari Orce Gjorgjevski tha se nuk do të ketë më kompromis. Shqipëria shënon 81 vjetorin e çlirimit, nderon dëshmorët e kombit. Politika sërish të ndarë mes 28 dhe 29 nëntorit. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Institucionet shtetërore përfshirë Ministrinë e Punëve të Brendshme vazhdojnë të përdorin gabimisht gjuhën shqipe në njoftimet zyrtare. Analiza e televizionit Shenja e shumë komunikatave të MPB-s ka zbuluar gabime drejt shkrimore, përkthime të pasakta dhe përdorim të mjeteve online të përkthimit. Në disa raste, shkurtestat maqedonisht nuk përkthehen fare, ndërsa një pjesë e njoftimeve nuk vijnë as pak në gjuhën shqipe. MPB-s është kërkuar shpjegim për këtë neglizhencë, por ende nuk ka dhënë përgjigje. Jo rrallë herë institucionet shtetërore janë kritikuar për mos përdorimin ose përdorimin jo adekuat të gjuhës shqipe në përnjoftimet e tyre zyrtare. E kjo praktikë si duket po vazhdon po njësoj. Ministria e Punëve të Brendshme bën pjesë në listën e ministrive që e përdor gjuhën shqipe. Mirëpo, përdorimi i saj nga punonjësit, gjithsesi nga përkthyesit e shkresave zyrtare, nuk është për t'u lavdëruar. Gjatë një analize të një numri të konsiderueshëm të njoftimeve zyrtare kemi vënë re gabime, shkronja shtesë, përkthimi adekuat ose tekste të përkthyera nga platformat e përkthimit online. Më poshtë po ju sjellim shembujt e veçuara. Në një përkthim, shembujt konkret shihet se shkronja është shtuar pa nevojë. Në po të njëjtin njoftim, disa rreshta më poshtë, në fjalin preventivni merki za celosno iskorenuvanje na zloupotrebata, na malo to i lesno oružje, përkthehet masat parandaluese për zhdukjen e plotë të keq përdorimit të armëve të vogla dhe të lehta. Fjalia do të kishte kuptim kur në vend të zhdukjes do të shkruhej çrrënjosjen. Pastaj në një komunikat tjetër, vosfoto obraçanje na panelot përkthyesi e shkruan në fjalin e tij para panelit. Ndërsa vetëm një fjali më poshtë, fjalin se so uquvame ne samoso material no tehnički nedostatoci, qëndron, po përballemi jo vetëm me mangësi materiale teknike. Fjali e cila në vend të fjalës mangësi duhet të përdoret mungesë. Fjalit të pakuptimta ka edhe në një njoftim tjetër, por radi osnovano somnenje za storeno krivično delo, përkthehet, bazuar në dyshimin e arsyeshëm për kryerjen e veprës penale, në vend që të përkthehet për shkak të dyshimit të bazuar për kryerje të veprës penale. Se ka mungesë kujdesi në përkthimin e teksteve shihet edhe në një shembull tjetër. Fjalia, vo prisustvo na roditelj, son nea kakoj sot vede prijaveni lica, izvršja službeni razgovori, pošto je podneseno izvestuvanje do nadležnoto obvinitelstvo. Përkthehet, në pranitë të prindit kanë zhvilluar biseda zyrtare me të, si dhe me 2 personat e denoncuar. Për çka është paraqitur njoftim në prokurorin kompetente. Nëse do të përkthehej pas çka si pasojë, do të kishte kuptimin më adekuat. Kur fjalia, lishano sloboda vozaç od bidolla, vozel sot vojno pogolema përzina od dozvolenata, përkthehet, privohet nga liria një shofer nga manastiri, ka ngarë me një shpejtësi 2 fish më të larë se e lejuara. Vihet re një përkthim i papërshtatshëm sepse e njëjta fjali e meriton përkthimin. Shoferi e ka drejtuar mjetin me shpejtësi 2 fish më të madhe nga e lejuara. Në një njoftim tjetër, letos diso edukativna sod origina, përkthehet, flet palosje me përmbajtje edukative për qytetarët, ndërsa në gjuhën standarde nuk thuhet flet palosje, por fletushka. Ndërsa në disa raste tjera shkurtesa SVR, që është sektor za vnatreshni raboti, nuk përkthehet SPB ose sektori për punë të brendshme, por qëndron SVR. Po ashtu ka edhe disa njoftime që nuk janë të përkthyer as pak në gjuhën shqipe. Ndërsa në njoftime që dërgohen në e-mailat e mediave, dërgohen pothuajse vetëm në gjuhën maqedone. Ne u drejtuam tek Ministria e Punëve të Brendshme për të pyetur se përse përkthimi nuk bëhet siç duhet, por nga atje ende nuk kemi ndonjë përgjigje.
Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe akuzon qeverinë se ka futur sistemin pensional në krizë duke lënë fondin bosh dhe duke rritur borxhin në 1 miliard euro. Sipas tij, politika e re u ka sjell pensionistëve rritje të ulët se modeli më parshëm i LSDM-s. Ai paralajmëron rrezik nga mospagesa e rregullt dhe padi për diskriminim të pensionistëve jashtë vendit. Filipçe kritikon edhe kaosin energjetik, prodhimin e ulët dhe blerjen e shtrejtë të rrymës. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe ngre alarmin. Ai thosë se pensionistët janë në rrezik, ndërsa fondi është bosh. Sipas tij, borxhet e fondit sot arrin 1 miliard euro. Për vitin 2026 do të nevojiten 62 miliard denar për pagesën e pensioneve, 2 fish më shumë se mjetet e nevojshme në vitin 2023, tha Filipçe. Ai akuzoi se më shumë se gjysma mjeteve për pensione nuk vijnë nga vetë fondi, por subvencionohen nga buxheti. Sipas tij, fondi nuk i ka parat dhe ngrihet pyetja se ku janë kontributet e punëtorëve dhe çfarë sigurie kanë pensionistët e ardhshëm. Jedan od načina da se napravi defokus od istinska. Dua t'u them qartë pensionistëve se paqëndrueshmëria e fondit pensional e krijuar vetëm për 1 vit e gjysmë qeverisje, pa siguria nëse do të ketë rritje të pensioneve në periudhën e ardhshme, si dhe dyshimet nëse do të ketë fare pagesë të rregullt të pensioneve në muajt e ardhshëm, janë rezultat i politikave të këqija, gënjeshtrave dhe manipulimeve të kryeministrit dhe qeverisë aktuale. Ai paralajmëroi se sistemi pensional është sjellë në prag të kolapsit. Kritikat e Filipçes për qeverinë nuk mbaruan me kaq. Ai shpreh shqetësim edhe për kaosin në sektorin energjetik dhe rënien drastike të investimeve të huaja. Sipas tij, prodhimi i energjisë elektrike është në nivelin më të ulët historik. Smetam dhe ka prioritet. Në tenderin e ri për vitin e ardhshëm, çmimi i energjisë që EMV i ofroi EVN-s për anviserit rritet nga 62 në 65 euro. Rritja e çmimit të energjisë sjell rritje të gjitha çmimeve të tjera në vend. Ai tha se bilanci energjetik për vitin 2025 parashikonte 5100 gigawatt orë, ndërsa sipas raporteve të MEPS-s dhe MEMOS, deri në tetor janë prodhuar vetëm 2450, pra siç thot ai, më pak se 50% janë planifikuar me vetëm 2 muaj deri në fund të vitit, duke shtuar se EMV po punon me vetëm gjysmën e kapacitetit hidroenergjetik të vendit. Po ashtu edhe Levica ka reaguar ashpër ndaj rritjes së çmimit të ngrohjes qendrore me mbi 5% dhe paralajmërimeve për shtrejtim të energjisë elektrike nga janari. Ata kërkojnë rishqyrtim të vendimeve të fundit të KRE-s, publikim të llogaritjeve për shtrejtime dhe analiza të pavarura për punën e EMV-s. Partia opozitare maqedonase Levica ka reaguar ashpër ndaj rritjes së çmimit të ngrohjes qendrore me mbi 5% dhe paralajmërimeve për shtrejtim të energjisë elektrike nga janari. Nga partia thonë se këto vendime janë dëshmi për dështimet e qeverisë në sektorin energjetik dhe për goditjen e standardit të qytetarëve. Komisioni Regulator për Energjetik në vend që të mbrojë interesin publik vepron si shërbim i kompanive monopoliste duke i pranuar kostot e tyre pa kontroll real. Kjo rezulton me tarifa më të larta në kurriz të qytetarëve. Levica kritikon edhe ofertën e EMV-s për shitjen e energjisë me 65 euro për megawatt orë, duke vlerësuar se kjo erëzon narrativën qeveritare për stabilitet në furnizim. Sipas tyre, qytetarët energjinë elektrike e paguajnë 2 herë përmes faturave më të larta dhe përmes subvencioneve nga buxheti. Ata kërkojnë rishqyrtim të vendimeve të fundit të KRE-s, publikim të llogaritjeve për shtrejtimet dhe analiza të pavarura për punën e EMV-s. Levica paralajmëron se do të vazhdojë të kundërshtoj politika që favorizojnë monopolet dhe kërkon rikthimin e kompanive energjetike nën kontroll shtetëror. Ndërkohë, Fondi për Sigurim Pensionale dhe Invalidor informoi se pagesa e pensioneve po zhvillohet normalisht dhe se pagesa e pensionistëve të nëntorit do të fillojë me kohë me 1 dhjetor me një shumë të përgjithshme prej rreth 9 milion denarësh. Nga fondi theksojnë se pensionistët duhet të jenë të qetë pasi qeveria garanton pagesën e rregullt dhe të përkohshme të pensioneve.
Pagesa që realizohet çdo ditë të parë të muajit në koordinim me qeverinë do të vazhdojë të kryhet në të njëjtën mënyrë edhe gjatë vitit 2026. Fondi informon se janë siguruar mjete edhe për vitin 2026. Në buxhetin e Republikës së Maqedonisë për vitin 2026 do të parashikohen 151 miliard denar për pagesën e pensioneve të rritura, sigurimin shëndetësor të pensionistëve dhe mbulumin e kostove tranzitore për 3 shoqëritë pensionale të shtyllës së dytë. Sipas fondit, totali mjeteve për pagesën e pensioneve në vitin 2026 së bashku me harmonizimet do të jetë më i lartë për 30 miliard denar apo rreth 500 milion euro. Në Maqedoninë e Veriut gjatë vitit 2025 janë regjistruar 38 raste të reja me sida dhe 8 vdekje. Shumica e rasteve të reja janë banor të Shkupit, ndërsa pjesa tjetër paraqiten si raste të izoluara në 14 qytete të ndryshme të vendit. Instituti i Shëndetit Publik shpalosi shifra alarmante për të prekurit nga HIV-SIDA. Ata informojnë se vetëm gjatë vitit 2025 në Maqedoninë e Veriut kanë vdekur 8 persona nga SIDA dhe janë regjistruar 38 persona të rinj me HIV ose SIDA, që përfaqëson një incidencë prej 2.1 raste për 100.000 banor. Në raportin e institutit me rastin e 1 dhjetorit, ditës botërore të luftës kundër SIDAs, numri i rasteve këtë vit është 25, presje 5% më i ulët, krahasuar me vitin 2024, ku kishte 51 raste. Shumica e rasteve të reja në vitin 2025 janë banor të Shkupit, ndërsa pjesa tjetër paraqiten si raste të izoluara në 14 qytete të ndryshme të vendit. Një rast i regjistruar është i një shtetasit të huaj. 8 persona kanë humbur jetën nga shkaqe të lidhura me sidan. Nga 38 raste të reja, 37 janë meshkuj dhe vetëm një femër. Mosha mesatare e të infektuarve është 35 vjeç, me diapazon nga 23 deri në 64 vjeç. 73.7% e rasteve janë në grup moshën 20 deri 39 vjeç. Sipas njoftimit të ISHP-s, Maqedonia e Veriut konsiderohet vend me prevalencë të ulët të HIV-it, që nga vitin 1987 deri në vitin 2025 janë regjistruar gjithsej 726 raste me HIV ose SIDA. Në të njëjtën periudhë kanë vdekur 138 persona nga shkaqe të lidhura me SIDAn, që përfaqëson një shkallë vdekshmërie prej 18 presje 2%. Sipas ISHP-s, terapia antiretrovirale ka përmirësuar ndjeshëm mbijetesën e njerëzve që jetojnë me HIV. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për çdo vit mesatarisht 46 persona preken me virusin HIV, ndërsa 440 persona të prekur po marrin trajtim. Nesër me 30 nëntor, një pjesë e madhe e qytetit të Shkupit do të mbetet pa ujë për shkak të defekteve dhe punimeve teknike në disa zona. Ndërmarrja publike ujësjellësi dhe kanalizimi njofton se për shkak të punimeve teknike që do të kryhen në bulevardin Aleksandri Mall, furnizimi me ujë do të ndërpritet plotësisht nga ora 5 e mëngjesit në lagjen Qento Maxhari, rrugën Palmiro Toliati dhe fshatin Singeliq. Ndërprerjet do të zgjasin deri në përfundimin e të gjitha punimeve. Pa ujë ose me presion të ulët do të mbeten edhe banorët e bulevardit Aleksandri Mall, një pjesë e bulevardit Kiro Gligorov, lagjas Autokomand, trianglës Hipodrumit dhe zonës rreth tregut në rrugën Peronakov. Po ashtu, për shkak të një defekti të madh në rrugën Butelska, nga ora 11 do të ndërpritet furnizimi me ujë për banorët e rrugëve përreth. Furnizimi do të rikthehet sapo të përfundojë riparimi. Ka nisur në Shkup rënimi i objekteve të ndërtuara pa leje. Kryetari i qytetit të Shkupit Orce Gjorgjevski informoi se nuk do të ketë më kompromis kur bëhet fjalë për uzurpimet që e pengojnë jetën, lëvizjen dhe sigurinë e qytetarëve. Ende pa i mbushur një muaj nga marrja e mandatit për të udhëhequr me qytetin e Shkupit, kryetari Orce Gjorgjevski ka ndezur ekskavatorët, ndërsa kësaj here për të rënuar ndërtimet pa leje. I pari Shkupit me anë të një video të shpërndarë në rrjetet sociale, zotohet se nuk do të ketë më uzurpime. Kemi filluar një aksion të madh për pastrimin e objekteve të ndërtuara pa leje në bashkëpunim të ngushtë me të gjitha komunat e Shkupit. Hapësirat publike u takojnë qytetarëve, trotuaret, shtegjet për këmbësor dhe hapësirat publike nuk duhet të jenë peng i interesave personale të askujt.
Gjergjevski thekson se nuk do të ketë më kompromis kur bëhet fjalë për uzurpimet që pengojnë jetën, lëvizjen dhe sigurinë e qytetarëve. Madje ai thotë se aksioni vazhdon me ritëm të fuqishëm. Kreu i Shkupit i fton të gjithë qytetarët që të përfshihen aktivisht të raportojnë objekte që uzurpojnë hapësirën e përbashkët dhe të ndihmojnë të ndërtojnë një qytet ku, siç thotë, të mbizetojë rendi, diniteti dhe qasja e barabartë për të gjithë. Shqiptarët përkujtojnë sot 81 vjetorin e çlirimit, një ditë e shënuar kombëtare që nderon sakrificën, qëndresën dhe heroizmin e mira të rinjave e të rejave që dhanë jetën për lirinë e vendit. Në varrezat e dëshmorëve të kombit u zhvillua ceremonia zyrtare homazheve me pjesëmarrjen e personaliteteve më të larta shtetërore, presidenti Bajram Begaj, kryetari i kuvendit Niko Peleshi, kryeministri Edi Rama, ministrat të kabinetit të tij dhe zyrtar të tjerë. Mesazhi i kësaj dite mbetet i njëjtë dhe i pandryshueshëm ndër vite, nderim dhe mirënjohje përjetshme për dëshmorët e atë dheut. Edhe këtë 29 nëntor politika festoi e ndar. Debati për datën e çlirimit vazhdon ende, të majtet e kujtojnë çlirimin e vendit në 29 nëntor, ndërsa demokratët festën e çlirimit e festojnë në datën 28 së bashku me atë të pavarësisë. Ushtria izraelite vrau 2 fëmijë palestines sot në një sulm me dron në qytetin Bani Suhaila në lindje të Khan Younusit në pjesën jugore të rrifit të Gazës. Trupat e 2 vëllezërve mbërritën në spitalin Nasser në Khan Younus pas një sulmi izraelit pranë shkollës Al Farabi në Bani Suhaila, thanë burimet mjekësore të spitalit për Anadolu. Zona e goditur nga sulmi ndodhet brenda zonave që ushtria izraelite vazhdon të mbajë në kontroll pavarësisht marrëveshjes së armëpushimit që hyri në fuqi me 10 tetor. Palestinezët në atë zonë hasin vështirësi të identifikojnë këto zona sepse ushtria nuk ka vendosur bloqet e verdha të betonit që zakonisht shënojnë vijat ndarëse midis zonave që ajo kontrollon dhe atyre prej nga është të tërhequr. Më herët sot, ushtria izraelite intensifikoi sulme toksore detare dhe ajrore në disa pjesë të rripit të Gazës, të gjitha brenda zonave që Izraeli vazhdon të mbajë në kontroll. Izraeli ka vrarë gati 70.000 persona, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur mbi 170.000 të tjerë në sulmet në Gaza që nga tetori i vitit 2023. Kjo ishte gjitha për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.